Drejtoria e bujqësisë në Bashkinë Dropull do të kryejë një studim të hollësishëm mbi gjendjen e pyjeve dhe kullotave në Dropullin e Sipër, me synim përmirësimin e menaxhimit dhe shtimin e ekonomisë pyjore. Paralelisht, sipas të dhënave, do të merren edhe masa konkrete për mbarështimin e fondit kullosor për një periudhë 10 vjeçare. Për vitin 2026, me fondet e Bashkisë Dropull është parashikuar në buxhetin e saj hartimi i planit të mbarështrimit të ekonomisë pyjore Dropulli Sipër, që ka të bëjë me përcaktimin e gjendjes ekzistuese të gjitha masiveve pyjore në Dropullin e Sipër dhe masat për të ardhme për mirëmbajtjen e këtij fondit dhe shtimin e gjendjes së fondit pyjor në Dropullin e Sipër. Sipërfaqja e fondit pyjor që Bashkia Dropull ka në jurisdiksion është rreth 12.667 hektar. Për Bashkinë Dropull, sipërfaqja e fondit pyjor është 12.676,62 hektar, në të cilën neve nuk mund me të ardhurat e bashkisë të bëjmë planin menaxhimi për një vit, kështu që me të ardhurat që disponon bashkia, neve hap mbas hapi do të realizojmë të gjitha planet e mbarështrimit për çdo ekonomi pyjore. Ky studim pritet të shërbejë si bazë për ndërhyrje të qëndrueshme në sektorin pyjor dhe kullosor, duke garantuar mbrojtjen e burimeve natyrore dhe zhvillimin afatgjatë të zonës.